Sot gjykata themelore në Ferizaj shpalli aktgjykimin ndaj të akuzuarit Valon Aliu për rastin e vrasjes së rënd të 21 vjeçares Erona Cokli, ngjarje që ndodhi me 12 prill të vitit 2024 në objektin e qendrës për punë sociale në Ferizaj. Sipas akt akuzës së prokurorisë themelore në Ferizaj, Departamenti i Krimeve të Rënda, Aliu dyshohet se kishte qelluar të ndjerën me armë zjarri në krahëror e më pas kishte plagosur edhe vëllain e saj në krahun e djathtë. Ndërkohë që Erona kishte filluar të largohej, ai dyshohet se kishte goditur sërish në gjaks dhe më pas në anën e majtë të kokës. Valon Aliu u shpall fajtor për 3 vepra penale: vrasje e rënd, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve dhe kanosje. Gjykata e dënoi me 22 vite burgim për vrasje të rënd, 1 vit për armbajtje pa leje dhe 2 vite për kanosje. Për këto 3 vepra penale, gjykata i shqiptoi një dënim unik për 24 vitesh burgim. Atëherë, përshëndetje për të pranishmit, fillimisht ju njoftoj se jeni të obliguar me mbajtë rendin dhe qetësinë me rastin e shpalljes së aktgjykimit kundrejt akuzuarit Valon Aliu. Trupi gjykues, pas mbajtjes së seancës së këshillimit dhe votimit, me datë 3 prill 2026, publikisht në emër të popullit shpall këtë aktgjykim. I akuzuari Valon Aliu me shënimet personale si në shkrisat e lëndës është fajtor për veprën penale vrasje rënd nga neni 173 paragrafin nën paragrafin 1.11 Kodit Penal të Republikës Kosovës. Veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafin 1 Kodit Penal të Republikës Kosovës. Dhe veprës penale kanosja nga neni 181 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 2 Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Andaj, gjykata në bazë të dispozitat të Kodit Penal të Republikës Kosovës dhe Kodit Procedurës Penale të Republikës Kosovës të akuzuarit i cakton për veprën penale vrasje rënd nga neni 173 paragrafin në paragrafin 1.11 dënim me burgim në kozgjatje prej 22 viteve. Për veprën penale mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafin 1 Kodit Penal të Republikës Kosovës dënim me burgim në kozgjatje prej 1 viti. Ndërsa për veprën penale kanosja nga neni 181 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 2 të Kodit Penal të Republikës Kosovës dënim me burgim në kozgjatje prej 2 viteve. Konform ligjit 76 paragrafi 2 nën paragrafi 2.2 të Kodit Penal të Republikës Kosovës të akuzuarit Valon Aliu për 3 vepra penale i shqipton dënim unik me burgim në kozgjatje prej 24 viteve, në të cilin dënim do t'i llogaritet edhe koha kaluar në para burgim nga data 12 prill 2024. Konform ligjit 366 paragrafi 3 Kodit Penal të Republikës së Kosovës konfiskohet në mënyrë të përhershme arma siç përshkruhet në akt akuzë. Të dëmtuarit Meliati Cokli, Gazmend Cokli, Drilon Cokli dhe Qendresa Zymberi për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest civil. Detyrohet i akuzuarit që t'i paguajë shpenzimet e procedurës penale në afat prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Ndërsa konform ligjit 366 paragrafi 1 nën paragrafin 1.1 të akuzuarit i vazhdohet masa e paraburgimit deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi, por jo më tepër se dënimi i shqiptuar me këtë aktgjykim. Në pikat shkurta arsyetime brenda afatit ligjor, gjykata do ta përpiloj aktgjykimin në formë të shkruar me pjesën e tij arsyetuese, kundrejt cilet palët e pakënaqura kanë drejt ushtrojnë ankesë në afat prej 30 ditësh pas pranimit të kopjes së aktgjykimit. Ankesa i drejtohet gjykatës themelore Ferizaj për gjykatën e apelit Prishtinë. Me njëherë pas shpalljes së dënimit, nëna e viktimës Melihatja dha një deklaratë prekse që të rënditit të pranishmit. Ajo u shpreh se asnjë dënim nuk mund ta shërojë plagën e lënë nga ky krim. Nuk e di, vendimi nashta nuk është edhe i qartë fart, po besoj që do të miron vendime tjera. Po dhimbtën që ma ka shuh ky njeri, ma ka kriju, kur nuk shuhet kjo dhimbje. Se e di që ka një Zot, edhe ai do të dënohet me vendimin që e meriton, jo me kaq. Na çdo ditë kemi dhimbje. Djali çdo ditë po rritet, çdo ditë po kërkon nënën e vet aty, çdo ditë po shohet dhimbta, edhe po shtohet dhimbta, jo po shohet, po shtohet çdo ditë. Se ka bërë një padrejtësi shumë të madhe ndaj familjes tonë, po ndaj vajzës time.
Dishka Për ju ka. sigurisht nuk kanë qenë e lehta përballja me të në gjykatë që sa vjetë, edhe sot mas rrugave vendimi. Jo, në asnjë mënyrë s'ka qenë e lehtë. Dishka pra, me lehtë s'ka qenë hiç. Se herë jemi përballë me ta, gjithmonë na ka shtu dhimbta shumë fresh. Se jo që na ka largu, por shumë fresh është shtu dhimbta. Edhe kështu që Si përfaqësues i familjes së të dëmtuarës Erona Cokli, në emër të familjes, do të thonë e mirëpresim vendimin e gjykatës me të cilën sot i panderi Valon Aliu është shpallë përgjegjës dhe është dënuar për veprën penale të vrasjes të Erona Coklit dhe plaguesit së rënd të Valon Coklit, pavarësisht se lartësia e dënimit nuk është lartësia që e kem prit dhe që e ka merituar të shpallët, megjithatë kjo është një hap i rëndësishëm për drejtësinë, është me rëndësi që i njëjti sot do shpallë fajtor, ndërsa për veprimet e më të tjeshme, sa i përket sanksionit penal, pas marrjes së gjykimit në formë të shkruar dhe të arsyetuar, do ta vlerësojmë mundësinë që për të njëjtën të ushtrojmë jetën filluar në gjykatën e apelit. Po, sipas jush avokat pse nuk u dha vendime më i lartë për raste të tilla ku çalëri sistemi ose sipas jush pse nuk u bën gjykata? Me që akoma nuk e kemi planuar vendimin në formë të shkruar, tani për tani është pamundur të deklarojmë për mënyrën se si ka vlerësuar gjykata lartësinë e sanksionit penal.